Kryeministri Edi Rama u prit në protesta pas ditën e së hënës teksa zhvilloi një takim me socialistët në Kalan Rozafa. Qytetarët e mbledhur poshtë Kalas kundërshtuan ardhmën e kryeministit Rama në Shkodër. Gjatë protestës së tyre, qytetarët hollën akuzën e kryeministit Rama. Kryeministri jonë ndën me lashit vendin tonë, e palugurit gjithë të prallat në tërore që kena na si vend i jonë ku jena. Edhe e këquj jashtëzakonisht ekstreme këtë gja. Jo ky kushtetar nuk mundet me lashit vendin tonë. Askush. Masharoni një diçka. Gjesh Kastrioti ka luftu me shpat për këtë vend. Gjesh Fishta me pend e na sot do të luftoj me çak për me mbrojtë të drejtën tona. Ja protesta shumë e volume, faktikisht. Këtu në këtë protest ishte dashur me ardhë me marrë pjesë tonë Shkodra. Tonë ata halleqi, tonë ata punëtorë që rroga nuk ju del për bugën e gojës. Tonë ata shkodranë që janë rrethum, tonë ta verjor që janë rrethum me tra në tonë anë për me pagu lek, për me kalu verjor. Tonë ata shkodranë që janë të dëruar me ble 2000 lek litrin e natës. Tonë ata prind që nuk janë zët për me ju plëcu kushtet minimale të fëmijëve të vetë. Tonë ata prind që shkojnë dyqan dhe me 50.000 lek blejnë një qesë të vogël me ushqime. Ishte dasht me fillu kja protest kur u prishe 100 shtëpia në thellë. Bravo! Ishte dasht me vazhdu kja protest. Kur u rrahen banorët e Rjollit për ditë të shtymuj. As kërkush nuk e hapi zanin, vetëm një krysh njerëz. Nuk ba kja që avene për Zvolecin. Ja, Rjolli si e majtin kohë proteste. Ja puna ata si janë rra me policin, janë rra me ftyrat matë kësia qa mund jenë janë rra dhe shtymuj. Kja është kryesorja për çka duhet me dalë. Për rrogat, për çmime, për pamundësinë. Kjo është. Kjo ishte dita e tretë e protestës organizuar nga qytetarët në Shkodër.